Një çift nga Ohio gjeti diçka të pabesueshme ndërsa po rinovonin shtëpinë e tyre të 42. Ata punuan në Bodrum pasi mbaruan me katin e parë dhe të dytë. Aso kohë nuk e dinin se diçka i priste atje poshtë. Ndërsa hiqnin kompensantën, diçka e çuditshme u tërhoqi vëmendjen. Ajo që pan unë gjallë interes dhe vendosën të gërmojnë më thellë në këtë çështje. Ndërsa vazhdonin, nuk e kuptuan kurse do të duhej të kontaktonin me FBI-n për atë që zbuluan. Para se të filloj, shtypni butonin like dhe siguroheni që të abonoheni nëse nuk e keni bërë dhe shtypni zilën e njoftimit në mënyrë që të mos humbni asnjë histori të re. Burri dhe gruaja filluan të gërryejnë muret në Bodrum, ndërsa çifti punonte, burri hasi në disa grafite që ishin shpërndarë në të gjithë dhomën. Rinovimet e tyre në këtë shtëpi ishin padyshim plot bomba që në fillim. Burri ishte aq i shokuar sa nuk mund të besonte atë që kishte përballë. Pasi hoqi tapetin e murit, ai gjeti shkrime dhe vizatime misterioze pas tij. Kjo ishte ajo që shkaktoi një sër ngjarjesh të papritura. Ai kontrolloi dyshemen dhe tabanin. Pas hetimit të mëtejshëm kishte diçka të ngulitur në mes. Ai vendosi të hidhte një vështrim më të afërt. Megjithatë, ishte e vështirë sepse ishte një përshtatje perfekte midis hapësirave të trarëve. Ai duhej të mbështetej në forcën e tij vetëm për të kapur objektin e ngulitur dhe për ta tërhequr drejt vetes. Pronari i shtëpisë nuk e vuri re zonën. Në vend të kësaj, ai mbajti fokusin, punoi, pastroi dhe goditi me çekiç ambientin. Ai dokumentoi çdo hap të punës së tyre me përdorimin e aparatit të tij. Kur më në fund e shkuli tavanin, disa nga muret u shembën pjesërisht. Ndërsa vazhdonte me rinovimet, ai pa diçka të pabesueshme. Ishte e qartë se do ta vinte re një valixhe aq voluminoze. Valixha ishte gri dhe jeshile. Ishte e dukshme që dikush e kishte fshehur aty, në mënyrë që askush të mos të gjente kurrë. Kur u përpoq ta mbante valixhen, ai u befasua nga pesha e saj. Valixha më në fund ishte në duart e tij, por intuita i tha të vazhdonte me kujdes. Ai ndjeu nxehtësi nga emocioni ndërsa mendonte për thesaret që mund të ishin brenda. Mori frym thellë dhe vendosi të vazhdonte. Thiri gruan e tij dhe priti me durim që ajo të kthehej në shtëpinë e tyre. Donte të sigurohej që gruaja e tij të ishte aty me të kur më në fund të shihnin se çfarë kishte brenda valixhes. Përveç kësaj, ai donte që dikush të ishte aty afër në rast se gjërat shkonin keq. Ishte jashtëzakonisht kurioz pse dikush kishte shkuar në masa të tilla vetëm për të fshehur valixhen. Ndërsa kalonte kohën vetëm duke pritur gruan e tij, filloi të kontrollonte pjesën e jashtme të valixhes dhe u befasua kur e kuptoi se e rënd ishte. Nëse valixha nuk ishte vërtet aq e madhe, përmbajtja duhet të ishte e rëndësishme pasi ishte e rëndë. Ai u mendua se çfarë mund të ishte brenda valixhes. Një pjesë e tij vërtet donte të zbulonte se çfarë kishte brenda. Shpjegoi situatën në momentin që gruaja e tij hyri në shtëpinë e tyre. Ndjenjat e tija mund të krahasoheshin me ato që zakonisht ndihen gjatë krishtlindjeve. Ata shpresonin të gjenin ca para dhe bizhuteri. Megjithatë, çifti i kishte ulur pritshmëritë dhe ndoshta ishte vetëm një grumbull kartash të tjera dhe të vjetra sportive. Përmbajtja e valixhes ishte shumë larg hamendjeve të tyre. Asgjë nuk dukej veçantë ndërsa po kontrollonin përmbajtjen. Pa në shumë letër dylli që mbështillte objektet drejtkëndore. Ata e kishin të vështirë të hamendosonin se çfarë ishin sendet brenda. Burri filloi të zhbënte letrat e dyllta. Shpejt e kuptoi se përmbajtja mbante para. Pakuja e parë ishte një sasi e madhe e kartë monedash $20 dhe kishte ende pako të shumta brenda. Pas një inspektimi më të afërt, burri dhe gruaja kuptuan se të gjithë kartë monedat ishin të vjetra. U habitën nga sasia e parave para tyre dhe ishin kurioz se kush i kishte vendosur pakot më para brenda valixhes. Gjatë një interviste me gazetarët, burri shpjegoi: "Këtu janë të gjitha $20. Çfarë bëjmë? Mund të jenë disa mira këtu. Jemi duke u tmerruar në këtë pikë. Kjo nuk na ndodh neve. Ku janë kamerat?" Çifti ishte i emocionuar të hapte pjesën tjetër të pakove. Ata pyesnin veten nëse përmbajtja do të ishte e njëjtë. Mund të ishte edhe më e vlefshme se sa të parat. Çifti ishte i etur për të kontrolluar përmbajtjen. Stiva tjetër nuk përmbante kartë monedha $20, por në vend të kësaj kishte kartë monedha $50 dhe $100. Një pjesë e tyre kishte shpresa se do të zbulonin të njëjtën gjë për pjesën tjetër të stivave. Dhe me nxitim i zhveshën të gjitha shtresat e letrave të dyllta. Këtu mund të jenë 5.000. Pakuja e tretë është me 100. Kjo është jashtë kontrollit.
Në këtë kohë çifti kishte shumë pyetje në kokë. Në fillim burri dhe gruaja e konsideruan situatën qesharake. Megjithatë, stivat misterioze të parave që gjetën në shtëpinë e tyre nuk ishte një çështje për të cilën duhej bërë shaka. Ata filluan të pyesnin veten se nga vinin paratë dhe kush po përpiqej t'i fshihte. Me siguri kishte kaluar shumë kohë dhe ata donin të dinin se sa para ishin aty. Thjesht duke gjykuar nga pamja e stivave të parave, ishte e sigurt të supozoj se ato ishin fshehur për një kohë të gjatë, ndoshta edhe gjatë viteve të 20-ta dhe 30-ta. Ndërsa vazhduan me hetimet e tyre për çështjen, gjërat filluan të merrnin më shumë kuptim për burrin dhe gruan. Parat, valixha dhe gjithçka tjetër ishte shumë e vjetër, e megjithatë, ata ende donin të gërmonin më thellë në të vërtetë. Një surprizë tjetër u shtri para tyre pasi nxorën stivat e parave brenda valixhes. Një nga pyetjet e tyre ju përgjigj nga një gazetë, të cilën e gjetën në pjesën më të poshtme të valixhes. Ata ngulën syt në datë. Data e gazetës tregonte se ishte nga 25 marsi 1951. Gazeta ishte botuar nga Cleveland Plain Dealer. Burri dhe gruaja u shtangën nga sa e vjetër ishte gazeta. Këto ishin kartmonedha të ralla duke përfshirë disa të shënuara me yje, më shumë se 70 vjeçare dhe shumë të vlefshme. Duke njohur vlerën e gjetjes së tyre, ata punësuan një avokat për të ndihmuar në vlerësimin e parave. Vlera e vlerësuar arriti në rreth $23,000. Ata e festuan zbulimin për një javë, megjithëse përfundimisht jeta duhej të kthehej në normalitet. Ndërsa rinovimet rifilluan, ata hasën në një valixhe tjetër të ngulitur në tavan me rënd se e para. Burri priti që gruaja e tij të kthehej para se të hapte, ashtu siç kishte bërë herën e parë. Kurioziteti i tyre u thellua. Burri dokumentoi gjithçka, i pavetëdijshëm se më shumë surpriza ishin përpara. Sigurisht menduan ata, 2 valixhe ishin të mjaftueshme, por gjatë rinovimeve të vazhdueshme, burri zbuloi një valixhe të tretë të futur midis trarave. Edhe pse të emocionuar, ata zbuluan se kjo nuk përmbante para. Megjithatë, ata nuk mund të shmangnin ndjenjen se shtëpia kishte më shumë sekrete për të zbuluar. U shfaq një tjetër valixhe identike si e para. Ata e hapën së bashku. Kjo ishte përsëri plot me para të vendosura rregullisht. Ata pyesnin veten se sa kishin zbuluar deri më tani. Të mahnitur nga fati i tyre, vlerësimi i tyre i radhës zbuloi edhe $45,000 shtesë. Pavarësisht nga gjithçka që kishin gjetur tashmë, entuziazmi i tyre nuk u zbe. Ata vazhduan me rinovimet e tyre, të nxitur për të zbuluar më shumë. Pastaj erdhi zbulimi më shqetësues, një nder e vogël e fshehur në katin e dytë që asnjëri prej tyre nuk e kishte vënë re më parë. Pasi u hap, ajo të çoi në diçka shumë më shqetësuese. Në shikim të parë dukej të ishte dhoma për ngrohtësinë e ujit, ashtu siç kishte përmendur agjenti i tyre i pasurive të paluajtshme. Por dera e vogël e bardhë zbuloi një hapësirë të fshehur që ishte maskuar me zgjuarsi. Dhoma ishte papritur e gjerë, muret e saja të rreshtuara me pjesë tapeti. Ndryshe nga valixhet, kjo derë ishte mbyllur me një dry dhe bulon. I vendosur, ai mori një çekiç dhe hapi derën me forcë. Brenda dhoma ishte errët, me myk dhe qartësisht e fshehur me qëllim. Ajo që gjetën ishte tronditëse. Dhoma ishte plotësisht e izoluar nga zhurmat. Ata nuk mund të mos dyshonin për diçka të keqe. Çifti pyeste veten se çfarë tjetër mund të fshihej në shtëpinë e tyre. Burri dhe gruaja ishin thellësisht kurioz, veçanërisht tani që e kuptuan se shtëpia e tyre kishte pasur shtresa të fshehura misteri gjatë gjithë kohës. Brenda dhomës sekrete ata zbuluan edhe një valixhe tjetër. Burri hezitoi, por kurioziteti mori të drejtën dhe ata e hapën atë. Këtë herë nuk ishin stiva parash. Në vend të kësaj, ata gjetën një kuti të vjetër druri, zarfe të mbushura me monedha të huaja, një kuti bijuterish, unaza orë dhe 4 kallëp argjenti. Këto dukeshin si zotrime të çmuara dhe çifti nuk mund të mos pyeste veten se kush i kishte fshehur ato. Për habin e tyre dhoma të çonte në një dhomë tjetër, gjithashtu të izoluar nga zhurmat dhe të mbuluar me një pluhur të bardhë. Ndihej gabim, pothuajse kinematografike, si diçka nga një film krimi. Ata kontrolluan zonën dhe gjetën sende që sugjeronin një qëllim më të errët. Midis tyre ishte një çantë e vjetër kafe, e cila, ndryshe nga të tjerat, nuk përmbante para, por gjëra personale më të vlefshme. Ata bën fotografi të zbulimeve siç kishin bërë gjatë rinovimeve të mëparshme. Midis sendeve ishin kartmonedha të huaja, unaza antike dhe kallëpe argjenti, duke u shtuar më shumë peshë misterit. Pastaj në cepin e dhomës ata pan një kasafort të zezë. Sentri. Instiktet e tyre u thanë se kjo kasafort mbante diçka tjetër.
ndoshta jo diçka që donin ta gjenin. Megjithatë, burri injoroi shenjat paralajmëruese dhe hapi me forcë. Brenda ishte një shënim i drithërues, i shkruar me dorë. Shpëto veten. Boja e zezë e trash dhe toni ogurzi shtuan shqetësimin e tyre. Të vendosur për të zbuluar më shumë, ata gërmuan më thellë. Ajo që gjetën më pas u dha drithërima në shtëpi. 6 kaseta VHS, 5 prej të cilave ishin të etiketuara. Në disa prej tyre ishin shkruar paralajmërime si mos bëj. Kasetat ishin më moderne se pjesa tjetër e sendeve në dhomë, gjë që vetëm sa i bënte ato më shqetësuese. Çdo kaset kishte një sër numrash dhe çifti filloi të dyshonte për diçka të keqe. Të mbi ngarkuar dhe të pasigurt se si të vazhdonin, burri vendosi të shikonte një nga kasetat, ajo që pa e bëri të ndihej i pasigurt. Pa hezitim, ai thiri autoritetet. FBI erdhi dhe konfiskoi kasetat VHS. Vetëm burri, kryesi origjinal dhe FBI i dinin se çfarë përmbanin kasetat. Përmbajtja nuk u zbulua kurrë për publikun. Spekulimet u bën të çmendura. Disa besonin se kasetat mbanin prova të krimeve të neverritshme të kryera brenda dhomës së izoluar nga zhurmat. Por në të vërtetë askush jashtë hetimit nuk do ta dinte kurrë me siguri. Çifti mbeti i tronditur. Shtëpia e tyre dikur vetëm një projekt i rinovimit ishte bërë skenja e një misteri të errët dhe të pasqidhur. Parat, valixhet, shënimet dhe kasetat të gjitha pikturonin një pamje që ata nuk mund ta injoronin më. Kjo i bëri të pyesin veten se çfarë tjetër fshihin në shtëpinë e tyre. Vendimi i tyre për të kontaktuar autoritetet ishte padyshim i duhur. Kush e di se çfarë mund të kishte ndodhur nëse ata do të kishin zgjedhur ta trajtonin të gjithë vetëm. Ata kishin zbuluar më shumë se thjesht gjëra të vlefshme. Ata kishin ekspozuar një histori që do t'i ndiqte kujtimet e tyre dhe ndoshta do të mbronte të tjerët nga ajo që fshihej brenda atyre mureve. Rasti i tyre nuk ishte unik. Histori të ngjashme janë shfaqur herë pas herë, si një burr që blu një shtëpi, ashtu siç ishte pasi pronari i saj origjinal vdiq. Ndërsa eksploronte, ai zbuloi një mur të mbuluar me kompensat, një granat të zbrazur, një kasafort masive, madje edhe një ark plot me monedha. Përfundimisht, eksplorimi i tij e çoi në një dhomë të fshehur bodrumi, të mbushur jo me thesar, por me armë dhe municione. Në të dy rastet e vërteta ishte varrosur thellë brenda mureve, e heshtur dhe duke pritur. Ajo shërben si një kujtesë rrënqethëse, se edhe shtëpitë më të zakonshme mund të fshehin sekrete që askush nuk i priste.